Këshilli i Ministrave ka miratuar një vendim që përcakton rregullat e organizimit, funksionimit dhe fushën e veprimit të policimit vullnetar në Shqipëri. Sipas vendimit, qytetarët e interesuar do të mund të angazhohen si policë vullnetar, duke kontribuar në sigurinë publike në bashkëpunim të ngushtë me strukturat e policisë së shtetit. Policimi vullnetar synon të forcojë bashkëpunimin midis komunitetit dhe policisë së shtetit, duke përfshirë qytetarët në veprimtari të ndryshme që lidhen me rendin, sigurinë, si dhe ndihmën në rast emergjencash. Çfarë është policimi vullnetar? Polici vullnetar është një shtetas që pa qenë pjesë e strukturave të policisë së shtetit kontribuon në mënyrë të pavarur dhe pa pagesë deri në 25 orë në javë në aktivitete që ndihmojnë policinë dhe komunitetin. Angazhimi i tyre do të kryhet në mbikëqyrjen e një punojësi të policisë, si dhe përfshin fusha të ndryshme si ruajtja e rendit dhe aktivitetet masive publike, menaxhimi i trafikut në shkolla apo në zona të frekuentuara, patrullime dhe monitorime për parandalimin e krimit, mbështetje në shkolla për sigurinë e nxënësve, informim dhe ndërgjegjësim mbi mbrojtjen e mjedisit, ndihmë në operacionet kërkim shpëtimi apo emergjenca civile. Kush mund të bëhet polic vullnetar? Kandidatët duhet të jenë shtetas shqiptar, të kenë përfunduar arsimin e mesëm dhe të mos kenë precedent penal. Gjithashtu përjashtohen nga kjo mundësi gjyqtar, prokuror, përmbarues, drejtues të forcave politike, si dhe punonjës të shërbimeve të tjera të sigurisë. Aplikimi bëhet pranë drejtorisë vendore të policisë së qarkut të banimit përmes një formulari standard dhe dokumentave përkatëse. Kandidatët që përzgjidhen përfshihen në një listë të posaçme dhe njoftohen për apat e mëtejshëm të përfshirjes.